Në një kohë kur qytetarët përballen me vështirësi të shumta ekonomike, rritja e çmimeve nga ana e marketeve të mëdha po shihet si e pajustifikuar dhe jo vetëm. Ekonomisti Jakub Bellaqa thekson se nuk ka arsye reale që tarifat e energjisë të përdoren si pretekst për rritjen masive të çmimeve, sidomos nga bizneset e mëdha. Unë nuk e arsyetoj sepse tek ne shumë biznese, sidomos marketet e mëdha, po tregojnë të pandërgjegjshme, do të thotë jo etike, që të ngritin çmimet për shkak se është ngrit tarifa e energjisë elektrike, për shkak sepse në total sipas kostos direkte do duhet për shembull edhe shpenzimet fikse plus shpenzimet variabile. Domethënë në total do duhet për shembull plus 5-16%, jo për shembull shumë sektorë, shumë produkte të cilat nuk i shpenzojnë për shembull aq shumë energji elektrike që cakton çmimin mirë, por çmimet duhet të jenë të kontrolluar dhe duhet të jenë sipas çmimeve të tregut dhe sipas arsyeshmërisë ekonomike, dhe faktikisht kjo është e papërballueshme për ekonomitë familjare, për konsumatorë. Ai kërkon nga institucionet përgjegjëse të veprojnë me më shumë vendosmëri, duke vendosur kontroll më të rrept mbi tregun. Në këtë rast do duhet ngritur zëri më shumë institucionet përgjegjëse, sidomos tek bizneset e marketet e mëdha, i rrjeti marketet që të mos të ngritin çmimet, sepse nuk kanë arsye që të ngritin çmimet për çdo ditë, dhe sa herë të ngritet çmimi i rrymës, se nuk kanë shpenzim të rrymës aq shumë për me ngritë këto çmimet në mënyrë ekstreme, sepse është e papërballueshme inflacioni, ngrohen tjetër rritja e çmimeve për një standard, po ndërsa pagat për shumë 3-4 vite apo edhe më shumë nuk ngritën fare, kështu është e papërballueshme për qytetarën, edhe për ekonomitë familjare, sidomos i rrezikon kategoritë me të hyra të ulta, si kategoritë penzinale, pastaj kategoritë me asistencë sociale. Tani është momenti që institucionet të reagojnë dhe të vendosin rregull aty ku po mbizotron kaosi, sepse një ekonomi e shëndosh ndërtohet mbi drejtësi, jo mbi përfitim të njanshëm, shtoi Bellaqa.